Kush ma ka ditëlindjen? Kush? Una për pak ditë kam ditëlindjen, por dhuratat, jo urimet, kanë ardhur që tani. 1 pako, 2 pako, 3 pako, 4 pako, 5 pako, 6 pako. Por kjo është për vajzat. Hapim kutinë e parë. E hapim miq. Ati jeni për këtë çantën time. Ka brenda edhe ripin e gjatë, por unë i mbaj gjithmonë me ripin e shkurtër. Ja shikojeni se si duket. Sa e bukur, ngjyra është si për verë, si për dimër, është ngjyrë në modë. Më shkon edhe me veshjen sot, është materiali është lëkur, por hapim pakon tjetër. Doja ta vendosja, por rezistova. Ja ku është. Ja. Njësoj e vërtet, për në punë edhe për në jetë. Djetet janë bërë jo vetëm për tani 2 muaj vere, edhe për back to school, back to work, apo çdo aktivitet tjetër të jetës tonë normale, për takime, për shëtitje, për çdo gjë. Edhe kjo sigurisht ka më shumë hapësirë, fusim më shumë gjëra që na nevojiten, edhe kjo është nga Coach, ka gjithashtu rripin e vet. Jo, është shumë e madhe për me rrip. Jemi okay kështu. Ne kemi çanta, por njeriu ka nevojë të kombinojë me çantat edhe diçka nga këmbët. Kështu që pakoja tretë ka brenda. Sa cute që janë rose. Dy ëmbëlsira gjithashtu nga Coach, edhe me pak tak fix, siç unë ndihem rehat për në makinë, për ecje në këmbë, edhe për pasditet e verës, apo edhe me xhinse, apo edhe me fustanin që kam veshur, nuk e dia do shkojnë, por i provoj. Nuk di ku t'ja tregoj shapkat, po mundohesha kështu, por janë shumë bukura. Edhe pse nuk më zdoj gjithë kamera, se s'kam ku të vendos telefonin. Vetëm një par shapka nuk na mjaftojnë, duhen 2, edhe më shumë, por unë 2 kam marrë kësaj radhe, ai Floren, edhe të sheshta këto për fustane, për verë, yll, për të dalë te dyqani, për bler bukën, mbas ditës buzdetit me pushime, ku të keni qef ju? Ja sa bukur. Shikoni pak këtu. Kush më vjen që të shikoj çantat e mamit. Dhe pakoja fundit, sigurisht që ka një gjë shumë të bukur. E para fundit. Shikoni sa e bukur është. Të dim se sa në mod është kjo formë e çantës, e vogël, elegante. Ne do shkëlqejmë darkave. Edhe sigurisht gjatësia është ideale. Edhe një pamje afër. Edhe kur ka mami ditëlindjen, marrin dhurat bebushet e mia. E hapim pakon. E ju që thoni nuk ja them të bëj dhurata, shikoni, mësoni se me pak lek krejt kollaj, të gjitha gjërat të paketuara i marrin në dyqan, ju sjellin juve, s'keni nevojë të lodheni fare, mjafton të porosisni dhe ju vini në shtëpi. 2 body polo të bardha. Ja, dhe gjithashtu 2 roz. Do t'i shikoj edhe Nikol. Pra roba bebesh, çanta, shapka, veshje, bikini, peshqir plazhi, çfarë të keni dëshirë ju, nga gjërat e luksit deri tek gjërat ekonomike, çdo gjë origjinale nga Kanadaja vjen në divanin tuaj. Mjafton të uleni ose te kafja, të futeni tek Seren Skin në Instagram, t'i shkruani vajzave dhe ato shkojnë qoftë në outleten apo në dyqane për koleksionet e reja dhe të gjitha ju sjellin brenda 10 deri në 14 ditë. Se keni nevojë për dhurata apo për disa gjëra sepse pushimet po afrojnë, futuni, bëni porosit tuaja. Çfarëdo që të keni dëshirë ju tek Seren Skin, edhe do më falenderoni pastaj kur testi me gjëra të bukura origjinale në Shqipëri.